Në ditët e sotme, kur muzika dëgjohet prej gjeneratave të reja me të madhe dhe jo vetëm, kemi më shumë muzikë që koncentrohet në rap, rock, shumë pak të tjera që në fakt ngërthej në vete elementet të rëndësishme të kulturës dhe traditës sonë. Sigurisht edhe këto rryma kanë elementet të një epoke të caktuar, por kur flasim për folklorin, flasim për atë çfarë ne në fakt ishim dikur dhe një kulturë jashtëzakonisht të pasur, e cila na ka shoqëruar nga brezi në brez dhe në të njëjtën kohë ka qenë një armë shumë e fortë e ruajtjes së identitetit tonë. Ne sot po flasim për një enciklopedi ndër të parat e kësaj natyre, që i është dedikuar pikërisht folklorit shqiptar. Keni mundësi të shihni në ballinën e librit një çifteli dhe okarinën e jashtëzakonshme, instrumentin ndoshta ndër më të vjetrit që kemi në Evropë e që është gjetur në lokalitetin e Runikut, në Skënderaj. Sot po flasim me autorin e librit, me autorin e enciklopedisë, zotrin Shaban Baksi, për këtë libër jashtëzakonisht të veçantë, i cili mbi të gjitha mëton të ruaj atë që koha mund ta zbe për të mos e mbulu pluhuri i haresës. Zotri Shaban, faleminderit shumë për kohën që po ndalni sot për ne dhe mbi të gjitha për këtë libër jashtëzakonisht të veçantë që keni krijuar. Së pari ju përshëndes, ju faleminderit shumë që për ftesën e juaj. Ishte shumë kënaqësi e madhe kur jam këtu në mesin tuaj dhe në emisionin Bonbon. Por kësaj radhe i përshëndes të gjithë adhuruesit e këngës me fjalë shqipe, të asaj folklorike dhe popullore, dhe të gjithë rapsodet e trojë shqiptare, por ata që ndodhen në diasporë. Dhe unë po besoj që përshëndetjen e keni edhe ju nga ta. Thash që në ditët e sotme që kemi ka shumë rryma të ndryshme të muzikës, këngë të natyrave të ndryshme, ka mbetur disi nënhije muzika folklorike, përfshirë këtu edhe atë popullore. Si e vlerësoni nga këndi juaj pas këtij hulumtimi dhe studimi që keni bërë, duke u nisur nga fakti që ju keni vite të tëra, jetë të tërë që ja keni dedikuar kësaj muzike, si e vlerësoni? Apo e njohim sa duhet ne muzikën folklorike, apo e vlerësojmë si e kemi vlerësuar dikur? Si e shihni nga këndi juaj? Më kthye mrapa me çështjen e folklorit tonë burimor, kombëtar, shqiptar, në të gjitha trojë shqiptare ku është kultivuar në kohrat më të hershme, e tash në gradualisht ditë pas dite, javë pas jave, vit pas viteve, pak më ndryshe mund të flasim për këtë çështje të folklorit, sepse zhanrat e tjera të cilat janë duke kultivuar, sidomos në Shqipëri dhe në të gjitha trojë shqiptare, kudo që jetojnë shqiptarët, e kanë marrë një havë pak më ndryshe sepse janë pak më të veçantë nga folklori ynë kombëtar. Mirë, po tash për tash, ne që e kultivojmë dhe do ta kultivojmë gjithnjë si në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni, në Malzi, në Pazarin e Ri, Knena, në Sanxhakun e Nishit, që 743 fshate kanë kultivuar në kohët e hershme dhe kanë dalë në përviset e tjera në botërore, kështu që është kultivuar dhe do të kultivohet, por sidomos ma shumë rëndësi po i dhonë folklorit dhe këngët me fjalë shqipe, ata të cilët janë nëpër diasporë deri në Australinë e lartë, por thëmë këtë. Më shumë se ne në Kosovë dhe Shqipëri? Në Sydney dhe në Viktoria, me pastaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Shtetet e Evropës, kënena në përgjithësi, por të ne në Kosovë pak a shumë është zbeshje është e folklorit, por të ju falenderu të gjithë atyre që nuk po e lëshojnë nga dora çiftelinë dhe instrumentet tona tradicionale, unë i falenderoj shumë dhe ne të gjithë duhet të falenderojme, sepse nuk janë duke e lënë anash as pak çështjen e folklorit dhe këngët me fjalë shqipe. Por sikur dikur nuk është çështja e folklorit, sepse dikur herët rapsodet të cilët nuk kanë patur as shkollë, as kenim as lexim s'kan ditë, por i kanë thuar ngjarjet që kanë ndodhur ndjes sot mbas tjetër. Nëpërmjet këngës e kemi ditur në ngjarjet historike të popullit shqiptar, të përbujtën gjithherë, po edhe në ditët e sotme kur them këtë, sepse janë duke krijuar tekste, melodi, ekzekutime, interpretime, mos të thëmë edhe shumë çka të tjera folklorike, ne jemi ata të cilët do t'i dhëmë rëndësi edhe sa më shumë.
Unë personalisht jam qysh nga vogjelia me këngën folklorike që dinët shumë dhe gjuhës apo shikues të këtij emisioni, faleminderit shumë. Zotri Shaban, nëse flasim për krijuesit e ri të muzikës folklorike, a mund të përfshim këtu edhe gjeneratat e reja, pra të rit, të reja të këtij vendi? Sa janë të gatshëm që të krijojnë një këngë të këtij zhanri, një tekst të këtij zhanri, pra me i përkushtu kohën e tyre në mënyrë që edhe nëse nuk kanë këtë suksesin që mund të kenë në zhanre tjera, ata vazhdojnë të kultivojnë këtë lloj muzike. Kemi ende gjenerata të reja që punojnë në këtë drejtje? Për fat të mirë, kur e them këtë, i kam parasysh qysh nga Shqipëria këngët të cilat janë kënduar dikuar dhe janë përcjell edhe në për Kosovë dhe në për Gjativë, ku jetojnë shqiptarët. Por tash për tash po them lirisht se ka prej tyre që i kryojnë tekste, kryojnë melodi, pra, po flasim për një numër më të vogël, por nuk mund të themi që s'ka prej atyre që merren me këtë punë. Ka të rinj dhe të reja që jashtëzakonisht janë shkëlqyshëm si në interpretim, si në tekste kur i shkruajnë, si kur në melodi, si kur në ekzekutimet e instrumenteve tona, edhe duhet të i falenderojmë ata të cilë nuk pilon, ana çështën e folklorit. Kur flasim për folklorin, shumë pranë kemi edhe muzikën popullore. Në fakt, javë më parë ne patëm edhe një festival jashtëzakonisht të veçantë që i dedikohet një figure shumë të madhe të muzikës popullore, e që është festivali nisur nga ju. E ka vend e meritur në muzikën, në artin që bëjmë ne edhe muzika popullore në ditët e sotme? Mendoni që vazhdon të qëndrojë aty për tu e muzika popullore është në ndeg e folklorit. Kur e them të se folklori ynë burimor, i kombit tonë shqiptar, është deg, ndërsa kënga popullore rrjedh nga burimi i folklorit tonë shqiptar. Kështu që edhe kënga popullore është shumë e shkëlqyeshme sepse e kanë kultivuar, po kultivojnë edhe do të kultivojnë 33 edhe më tutje. Sa i përket çështës kur e the për festivalin e këngës burimore, unë e shoqërinë kulturore artistike Qamili Vogël që e kom themeluar në vitin 2003, që shprej, tash po bëhen veç 21 vite, që shprej atëherë jemi duke kultivuar këngën me fillë shqipe, të folklorit edhe këngën popullore të gjitha trojë shqiptare, por kryesisht përqendrohemi normal se kemi emrin e të madh të Qamilit Vogël, përqendrohemi në tekstet e tij, meloditë e tij, në krijimtarinë e tij përgjithësi. Kështu që e mendova edhe një gjë që pse mos ta mbajmë dhe ta titullojmë në shoqërinë tonë kulturore artistike festivali i këngës burimore numër 1, thëmë. Kemi filluar me edicioni i parë i folklorit në shoqërinë tonë kulturore artistike, sa i përket festivalit. Kështu që e mbajtëm një program kulturor artistik i larmishëm. Ishte unë sekretari i shoqërisë artistike, nuk bën shumë efort për këtë, klasin të tjerë. Në fakt kemi pas edhe rrëfim që i dedikoj pikërisht këtij festivali. Doja të fokusoheshim pak më shumë tek libri. Prej asaj që arrita të shoh është një libër jashtëzakonisht voluminoz. Komentet janë shumë pozitive për të paktën edhe kritikat në libër thonë një gjë të tillë. Më bëri përshtypje fakti që përveç asaj që keni nxjerrë disa prej emrave më të mëdhenj të kësaj lloj muzike, që jepni informacione të detajuara për secilin prej tyre, keni kushtu hapësirë dhe kohë shumë instrumenteve, me tekst të veçantë instrumenteve folklorike, siç është çiftelia, lahuta, fyelli, gajdja, daullja, se di se të gjitha këto në këtë rrym. Sa ishte e vështirë të gjeni informacione të detajuara, kemi mjaftueshëm informacione për gjenezën e këtyre instrumenteve, a dim sa duhet ne si shoqëri për to? Po këto të gjitha që i kom gjurmuar, i kom të buar, i kom shkruar në fund në këtë enciklopedi të folklorit shqiptar numër 1, se edhe përpos kësaj numër 1 janë në radhë. Do të ketë edhe të tjera? Deri në 8 leja për numra të enciklopedisë. Sa i përket çështjes të instrumenteve tona tradicionale, këto që i thamune i kanë thonë të parëve tanë dhe i kanë përcjell brez pas brezi, djalë pas djali. Pra ju keni ulumtuar në arkiva të ndryshme për me nxjerrë këto të dhëna? Unë kam ulumtuar bukur shumë,
sepse kam shkuar, kam gjurmuar në për trojë shqiptare në përgjithësi, sepse edhe ashtu titullohet folklori i trojë shqiptare. Sigurisht. Enciklopedia. Mirë, po, është qartja që për gjitha këto instrumentet tona tradicionale na kanë lënë të parë, amanet që ne ti përcjellim në përbreza, sepse ata i kanë marruar me fjalë tjera instrumentet. Kanë kriju? Edhe kanë krijuar tekste, kanë krijuar melodi që ashtu që kanë mujtë dhe ne kanë lënë neve në përbreza, sot asoj dite ne jemi duke punuar dhe gjurmuar dhe shkruar për to dhe do të jemi gjithnjë, sepse kjo nuk duhet të mbetet vetëm me Shaban Baksin, por kjo duhet të përcjellet në përbreza. Zotri Shaban, kur flasim për performuesit, këngëtarët e kësaj lloj muzike jashtëzakonisht të veçantë, pash një numër të madh të këngëtarëve të muzikës folklorike, por edhe popullore. Më bëri përshtypje që kishte nga Kosova që jetojnë dhe veprojnë këtu, por edhe një hapësirë e madhe është kushtuar edhe atyre që performojnë dhe vazhdojnë të ruajnë këtë muzikë edhe në diasporë. Unë deri me tash i kam bërë 13 blej librash vetëm për rapsodin, këngën folklorike dhe këngën popullore dhe rapsodet edhe ata të cilët merren me këngën popullore. Por numri i para kësaj është numri e 13 vetëm me rapsodet e mërgatës tonë që ndodhen në mërgat, në mërgim të cilët e kultivojnë dhe shumë shkëlqyshëm i ruajnë traditat tona kombëtare nëpërmes telave të instrumenteve tona tradicionale, por i ruajnë traditat edhe veshjeve kombëtare në përgjithësi, thash edhe më parë edhe deri në Australinë e lashtë, sepse shumë i përshëndes nga ky emision i ju i bon, që janë duke ruajtur me fanatizëm çdo gjë që është e jone kulturore. Biles, duket më shumë se ne, ata janë më fanatik në këtë drejtim, më shumë se ne që jetojmë dhe veprojmë në vendin. Unë shpesh herë... Fanatik në kuptimin e mirë të fjalës, pra janë të gatshëm ta ruajnë në maksimum. Shpesh herë kur kam biseduar me ta, ata me patën thonë shumica prej tyre që atë ditë që i kemi marrë rrugën e mërgimit para se me dalë me shkuar nga shtëpia për në mërgim, ne i kemi marrë qiftelijat me veti, instrumentet tradicionale, edhe rrobat kombëtare, edhe kështu që sot asoj dite ne po përcjellim brezën e vijime dhe në diasporë. E bukur. Tani, derisa po lexoja vlerësimet për enciklopedin, më bëri shumë përshtypje njëri prej vlerësimeve, nuk e di se cili prej autorëve që kanë dhënë mendimet e tyre për librin kishte shkruar, por thot enciklopedia vjen si mjet edukimi për brezat e ri. Pra, ju nëpërmjet këtij libri më tani të edukani fëmijët tanë, na edukani edhe neve që ndoshta nganjëherë nuk është sa dim rreth kësaj fryme, rreth këtij zhanri shumë të rëndësishëm. Po këtu në brendësinë e enciklopedisë ka shumë gjëra kulturore tona të kombëtare. Po ne ndërthojmë edhe ato sepse brezat në vijime duhet ta shfletojnë dhe duhet të lexojnë, edhe kështu që duhet ta ruajnë atë çka është në brendësinë edhe në enciklopedisë, sepse ne si shqiptar gjithnjë jemi mundohemi dhe do të mundohemi që çka është e jone shqiptare ta ruajmë dhe ta përcjellim në përbreza, por këtu mund të mësojnë edhe studentët dhe të cilët ata të cilët janë të interesuar për çështjen e folklorit në përgjithësi. E bukur. Tani, për ata që duan të dinë ku ta marrin librin, ku ta gjejnë, si është e përcaktuar kjo, ka një çmim libri apo çysh është? Libri nuk ka çmim për sot momentalisht, sepse po promovohet, si thon libri. Po flasim për ditët në vazhdim. Po, për ditën e vazhdime, kjo libër do të jetë nëpër bibliotekat gjithkombëtare tona të shqiptare, në trojë shqiptare, do qoftë në diasporë, sepse kjo do të shpërndahet edhe më larg se sa në Kosovë. Uroj me të vërtet. Zotri Baksi, të falenderoj shumë për kohën që keni ndarë sot për ne. Uroj dhe shpresoj që qëllimi që ke pasur me këtë libër të mbash të informuar brezat e ri dhe të krijosh një urë lidhëse mes brezave të vjetër me ata të ri dhe gjithmonë duke u ruajtur tradita, këtë rast folklori ynë, me të vërtet të realizohet dhe natyrisht ne ju presim përsëri në këtë takim të pasdites, pse jo, për një tjetër enciklopedi, ndoshta të dytën apo të tretën me radhë, sepse fund fundit janë gjëra jashtëzakonisht të rëndësishme që duhet i kemi parasysh dhe duhet i ruajmë me shumë dashni dhe përkushtim. Unë
edhe në fillim, po edhe tash në mbarim të emisionit, ju faleminderit shumë juve, stafit juaj në përgjithësi, që jeni të interesuar për çështjen tonë të kulturës, sidomos të folklorit, të lexuesve apo edhe të dëgjuesve, shikuesve që shikojnë në folklorin tonë. Unë nëpërmes këtij emisioni, si për në fund, i përgëzoj të gjithë ata të cilët me ndihmuan rreth botimit këtij libri, siç është edhe Dibran Fylli, me pastaj është Samir Sheqiri, me pastaj është doktor Njazi Gashi, por e falenderoj si sponsor, lirisht mund të them edhe Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Kosovës, sepse janë të interesuar për çështjet e kulturës. Faleminderit shumë. Ju lutem, faleminderit shumë juve.